Zjarr Televizion nisi transmetimin e tij në 25 qershor të vitit 2015, ku vetëm pas një jave transmetimi u bë televizioni më i ndjekur në Shqipëri, madje me një kurioztet të madhe. Mënyra se si spikerit e Zjarr Televizion prezantojnë lajmet është një nga formatet speciale, i cili përcillet mjaft mirë edhe me titullin e emisionit 360 gradë. Kjo është diçka e veçantë, e cila nuk është parë deri tani në ekranet shqiptare dhe jo vetëm kaq. Pas një muaji transmetimi, Zjarr Televizion gjendej në shkrimet më të lexuara të prestigjozes Daily Mail, e cila sonde si një ndër ngjarjet më të çuditshme të vitit 2015. Por flaka e Zjarr Televizion nuk është flakashe. Ajo vijon të djeg shkrimet e gazetave më prestigjioze të botës, ku në qendër të vëmendjes kohët e fundit ka qenë edhe moderatorja Greta Hoxhaj, e cila siç përshkruhet nga mediat italiane, të lë me gojë hapur. Mediat e huaja e kanë cilësuar si një investim të mençur, duke mos humbur asnjë puntat të këtij emisioni, i cili është i përditshëm dhe që po shënon rekorde klikimesh. Vlerësimet nuk ndalen me kaq. Greta Hoxhaj cilësohet si një ndër gazetarët më seksi në Ballkan, duke u vlerësuar nga shumë media të huaja, të cilat nuk ngurojnë kurrë duke i dedikuar nga një shkrim asaj. Dhe konkretisht gazeta e famshme kroate Index.hr bën këtë vlerësim për Gretën. Zjarr Televizion vijon të përcjell program të pasur dhe edukativ për të gjithë shikuesit e saj, por jo vetëm kaq. Të tjera programe interesante do të vijojnë për të gjithë shikuesit. Na ndiqni në kanalin në Napcom, Tring Digital si dhe Livestream.tv.